Shiko, ishi mirë satelitë burr. Nuk na pëlqeu me fluturu për zotin, apo mori 2 satelita ky na zëvendësojnë. Ishi mirë në ajër satelit. Satelitet do merret veç më vonë. Jo, pa shku kej. Po ishi mirë kështu në fluturim. Po. Pse duhet me zbrit me kam tokë, burr? Shqiptarët nuk zbresin me kam tokë. Po. Dhe o sateliti i Amerikës ose koloni Izraelit, po. Se ti pse pëlqeu kaq shumë ty? Do të thënë, ne ishim të uqajt, si ishim satelitë e Amerikës, po faktikisht satelitë e Amerikës prodhoi koncesionin e plot të politikës amerikane ndaj mafjes Soros, familjes Soros, që të merrte koncesion gjithë Shqipërinë. Pra vetë Amerika i dha Sorosit Shqipërinë, për shkak se Soros i kontrollonte Shqipërinë teknikisht. Dhe kur ndruna administrata amerikane dhe erdhi Obama, e gjithë Shqipëria kaloi në koncesion plot Sorosit. Dhe kur erdhi Trumpi në 2016 deri 2020, u bë çmos që Shqipëria të ngelesht jashtë interesit amerikan. Dhe kështu Sorosi kontrolloi dhe më fort. Pasi dhe opozita e saj kohe, 2016-2020, ama saktë 2021 ishte totalisht e kontrolluar nga Sorosi. Maj mend që kur inaugurou Trumpi në Amerikë 2020, Lul Basha vajti në Amerikë me kompani Podesta, që ishte armiku nr. 1 i Trumpit. Pra për 20 janarit, që ishte ceremonia. Kurse kur u bë konventa 2016, 2017 kur bën janar, pra kur u bë konventa 2016, e prezantimit kandidatëve, Partia Demokratike vajti ke Clinton, jo tek Trump. Zyrtarisht. Të Lul Basha u paraqit tek Clinton, pra në favor të Clintonit kundër Trumpit. Dhe normalisht Shqipëria ishte jashtë sferës amerikane 2016-2020. Dhe vazhdoi të jetë koncesioni Soros, i familjes Soros. Pra si të thush, ka marrë me koncesion Shqipërinë, familja Soros. Dhe deri në 2020-ën, 2024-ën, që u bën zgjedhjet në Amerikë, në nëntor, Shqipëria mbeti koncesion i familjes Soros me konsensus të administratës amerikane, ku Shqipëria konsiderohet si një satelit i Amerikës. Ne kemi qenë kanë satelit i Bashkimit Sovjetik, kemi qenë satelit i Kinës, por koloni kemi qenë të Italisë në luftën e dytë botërore, kemi qenë e Gjermanisë po në luftën e dytë botërore, kemi qenë në vitet 1944-48 koloni e Jugosllavisë, madje do bëjmë Republikën e Shtatë. Kurse po ta marrësh konceptin e pushtimit total etj, është rasti otoman 500 vjeçar. Në rastin konkret, ne jemi kolonia e Izraelit, që shumë shpejt nuk do ketë më indigjenë, shqiptar, po do ketë sklevrë që do i sjellin nga Azia Juglindore, i ka thënë një pjesë, dhe padronë të rritë Shqipërit që janë 300.000 qufë. Izraeli i ri i kështu. Izraeli i ri shoqërisë. Dhe Shqipëria sot është në ditët e zgjimit, ku diskutimi është nëse do zgjohemi dhe do shpëtojmë Shqipërinë, apo jemi zgjuar për bërgati valizet e përtikur. Unë shoh që Zoti është krahun ton, e kam ndjer çdo ditë. Kjo është edhe sepse unë kam këtë gjendje pozitive, emocionale prej muajsh, dhe gjithmonë vëre këtë fakt, pasi konsideroj që shqiptarët janë zgjuar, po zgjohen, është një proces, dhe ka një masë kritike shqiptarësh që janë të vendosur për ta shpëtuar Shqipërinë, siç ka dhe një pjesë shqiptarësh që nuk duan të zgjohen, kanë frikë, dhe mbi të gjitha janë gati ta shesin Shqipërinë, dhe është një kategori shumë e çuditshme, që të shënohet në histori dhe në aspekt demografik, historik, një grup me burrë kryesisht, më pak gra, të moshës mbi 55-60 vjeç, pensionistë një pjesë shumë e madhe, të cilët kanë marrë përsipër të vrasin Shqipërinë, si patronazhiste Edi Ramës, i ka rekrutuar Blendi Gonxhi me Arben Maznikun, në skemën e re të Partisë Socialiste, të cilët të shërbejnë si qend e sulmit të sistemit, për shkak se ka një krizë sistemi me patronazhistë. Shumica e patronazhistëve kanë hequr dorë për qenë publik, për pasurat dhe emër, kanë frikë, janë diskredituar, u ka dalë emri, dhe kanë një tërheqje, dhe këto po zëvendësohen me urgjencë nga procedurat që po ndjek ky Arben Mazniku me Blendi Gonxhin, me patronazhistë, pra po zëvendësohen me mosha të pensionistëve. Kjo të një krizë dhe të Partisë Socialiste, i kanë ngel vetëm besnikët e smur psiqik, po janë njerëz të poshtër,
me sinqerisht e them, se duan t'i vrasin dhe Shqipërisë dhe fëmijëve të tyre, të ardhmes së familjeve të tyre, brezave të rinj duan të vrasin mundësinë, perspektivën. Vetë janë me i këmbë në varr, edhe duan të marrin në varr me vete dhe Shqipërinë. Qenie më të poshtë, më të ndyra dhe më të ulta nuk ka parë në vend. Kjo është kategoria e re patronazhistëve që janë një kategori që duhet të identifikohen dhe siç ta kam shpjeguar në podcast kur marrti fjalim Rama për organizimin e Partisë Socialiste, këta janë pjesa e fuksave që do bëjnë fukslikun ditor të shqiptarëve. Do të identifikohen shumë shpejt, po zbulohen për ditë se kush janë dhe do të jenë target i urrëties dhe neverisë publike masivisht. Këta nuk shihen dot për fat mirë, sepse janë dhe idiot, janë dhe të paaft, nuk janë të menaxhuar mirë teknikisht, digitalisht, dhe janë dhe lakuriq. Ato që janë pas anonim me zero like, zero gjë, profile kështu, ato janë ke presë fund call center që s'kanë vlerë të madhe. Ata nuk kanë se si zbulohen pavarësisht nga puna të vegjël, se janë diskredituar që kur i shef në profile që s'kanë, janë komplet fake. Janë bërë shumë agresiv, domethënë nuk pushojnë gjatë 10 ditës. Blendi Gonxha dhe Arben Maziu kanë ndërtuar një rrjet të fortë patronazhimi online me këta anonimët, pra këta që kanë profile fake. Janë si punë call center të organizimet, nuk janë më se dikur me këto seksionet e partisë etj. Dhe tregon një krizë sistemit. Këta janë pjesa që po përdoren për të nga Rama që të mbaj në si thosh mungesë influence, të vërtetën tonë që Shqipëria është kthyer në koloni të Izraelit dhe i shohim që janë shumë aktiv kur ne ngrem këto teza, sepse ky është problemi që ka numër 1 Shqipëria në këtë moment. Në periudhën e gushtit dhe fillimit të shtatorit, po ndodh një proces masiv kombëtar, zgjimi, i lidhje me kolonizimin e Shqipërisë, është një lloj zgjimi që po ka ardhur pushtimi dhe njerëzit po marrin vesh që janë pushtuar, po nuk e dinin. Dhe ky është një proces që po ndodh me shpejtësi të madhe si zgjim, është masiv, është kombëtar, ndodh brenda dhe jashtë Shqipërisë si zgjim dhe duket ke mënyra si komentojnë njerëzit, ke narrativa atyre re, që më së fundi ka filluar të kuptojnë mesazhin tonë, që ne jemi koloni aktualisht e Izraelit, e bërë nga Rama, dhe ka filluar procesi i zvendësimit masiv, me prona, me njerëz, me gjithçka, me çdo gjë, me institucione, me kontroll dhe gjithçka tjetër. Dhe pyetja është sa ne do ja dalim dot. Unë besoj që nëse ne do informojmë shqiptarët, siç bëjmë në këtë podcast, zgjimi do të jetë aq i madh sa Rama, Blendi Gonxha, Arben Mazniku, gjithë të tjerë, nuk do kenë më as patronazhist, sepse rob të shtëpisë tyre do të marrin shpulla. Ata që bëjnë këtë. Kur të mësojnë, se po hapet, po mësohet. Jemi në situatë më kritike të mundshme, po edhe në situatën e zgjimit. Do të thënë, është një proces i dyfisht. Zullumi kaputët kur trashet. E trashi, e shpejtoi, siç e kemi analizuar gjithmonë, dhe tash në këtë moment ka filluar përballja me pasojat. Kam gjetur gjatë kësaj periudhe shumë shqiptar të gatshëm që të luftojnë për shpëtimin e Shqipërisë. Dhe kur them të luftojnë, nuk e kam në kuptimin thjesht me të vërtetë. Të luftojnë janë gati dhe të vriten për Shqipërinë. Taku shumë njerëz. Kam një lloj energjie shumë pozitive që gjej njerëz kaq patriot që nuk e dija që ekziston. Dhe jam shumë i lumtur për këtë fakt. Me guxukta. Me qafën e njoh. Nuk e di pasojën, po e di që do ishte një tërmet dhe një ortek që do i fshinte. Këta kurse Izraelis do kishte më vënë Shqipëri. Këta do ishte as i turist, sepse do krijojë një urrëtie kombëtare dhe popullit që shpikën pikërisht teorinë botërore që shqiptarët me besën e tyre shpëtuan ebrejt. Në momentin që ata kanë ndërtuar këtë narrativ, urrëtien e tyre në Shqipëri do të ishte një dështim total i Izraelit që do shkaktonte këtë urrëtim i vënë se po vret njerëzit aty vënë. Se ne dimë nga vijnë vrasjet, kush i komandon dhe kush i kontrollon sot Shqipërinë. Që sa do bëjnë ato që kanë bërë Franca dhe shumë të tjerë që kanë vrarë njerëz. Të parë që do bëjnë në Shqipëri, nuk do ta fshinin dot që se kanë bërë ata. Gjithë do dinë që e kanë bërë ata. Ata nuk do kishin më dhënë këtë vend. Pra ata janë të kujdesshëm në këtë moment që të mos vrasin. Ramës nuk janë mban të vras. Ka përshtypjen se nuk do ketë ne arsye që ne të humbasim me jetë. Që të fitojmë këtë luftë duket e qartë.